Mo, treme. Po, treme. Shive që interiori ka. Këto më pëlqej shumë. Ka kualitet që këto europianet nuk e kanë mo. Që ti themi të na parkoj këtu. S'po prek gjë fare. Me frikë kam këto. S'ka njëri mrena. Është bosh. Inshallah s'po ik makinat në të ardhmen. Këto janë. Byt handlën me 1100 kuaj. Me këto gomat I kam pak frikë. Përshëndetje të gjithëve, sot kemi review I makinë që s'kena bo drejt ashtu si këto. Makina mo flagship që prodho Bydi edhe do na japi këndvështrim se sa lart ka ecë Kina me makinat. Kjo është Byt HanL, versioni më I fuqishëm I Byt HanL's me 1080 kuaj fuqi, super e shpejt, 0-100 në 2.7 sekonda që ka të shkujt me mrapa do e shohim, po edhe do e masim me dragi do e shohim tamam. Përpara është me këto dritat LED inteligjente. Ka këtë kamerën këtu, po ka edhe 15 kamera tjera jashtë. Sensor parkimi po, Distronic. Se thash Distronicun, po s'kan Distronic, kanë lajdarin këtu lart, që punoj gjithkohës edhe është shumë më I saktë se Distronicu, edhe është për me hec në mënyrë autonome makina komplet, me fernu, me hec, me njoft semaforin, me gjitha. Ka 4 kamera këtu, kamerë të pasyra, kamerë prap këtu. Është gjitha ne vetëm me kamera, edhe mrena ka kamera. Kështu si dizajn nuk është wow, po kjo është makinë që është flagship, nuk është makinë vetëm për sportive, është edhe luksoze, kështu që është pak si e konservume, s'kanë bo gjona fort agresive. E ako është 2.7 sekundë që e kap 0-100. Kamerë lartë ajo antenës, kamerë po këtu mrapa, ka ca ngjashmëri atë luciderin. To I hapen si që pa të nxjerrë Range Roverin fillim të dorezat e dyrve. Normalisht në blind spota e Let's Go këto s'diskutohet. Kjo është me këto disjet 19 që nga fabrika, goma 245 që, për kaq fuqisë janë shumë mëdha, me thonë drejtën, po kjo administron shumë mirë torkun, edhe nuk lëviz fare, as nuk dallo as lloj xhirimi, dhe I vin disjet më të mëdha. Ka 2 elektromotora, një para, një mrapa, të dy bashkë ka 1100 kuaj fuqi edhe 860 Nm tork. Ka elektromotorin më të madh, që është me I makinë elektrike deri më sot, se këto tjera të fuqishmet kanë nga 4 elektromotora, kjo ka vetëm 2. 410 Nm para, 450 mrapa. Shumë e fuqishme, po do shohim dhe interiorin se edhe ai është I veçantë. Peshën në fakt, se thash, është 2.4 ton dhe shpejtësinë maksimale ka 307 km/h. Sa para kanë hec edhe të interiori. Komplet me qepje, me këto dy ngjyrat, këtë pjesën e rimesës kështu si gjo art deco, kështu si artistike, shumë e bukur, se tash I bëjnë gati të gjithë isoj, ka dhe interior lighting këtu. Për herë këto Kinës I kanë kritikuar për cilësinë, por unë pa pa që të Xiaomi U7 që janë shumë lart me kualitetin. Audion e ka din audio, 12 box më duket se ka sensora, kamera dhe këtu. Shive që interiori ka. Këto më pëlqej shumë, ky lloj dizajni, shumë I bukur. Ka këto erventa tu. Ka kualitet që këto europianet nuk e kanë mo. Head-up display, timoni lëkur, wireless charging, 50 watt. Edhe kjo pjesa është e bukur. Kikte, sa gradë do më e majtë frigoriferin, direkt, sa praktike është. Qofim opsionet e sedile. Ftoj e ngroje gjitha. Timonin me ngroje, masazh për gjitha. Seat adjustments. Shë. Që si e përthem pjesën lartë. Ki edhe këtu nga mrapa me I lëviz. Kanë hec shumë. Kanë filtrime, lloj gjonash, temperaturat I vesit dush. Shumë praktike. Shumë kollaj për ta mësu. Edhe me parfum, ki edhe sa të kanë ngel. Llojet e parfumit ndryshme. Tu ki aplikacione, gjona, çat dush. Kreta. Ke shortcut tu pastaj në timon, pa fund. Edhe këto kanë shumë cilësore. Edhe butonat I kanë cilësore, nuk I kanë bo plastik thjeshte, pa pik lidhje. Kjo është vetë parkimi. Ja, ta gjenë venin këtu, edhe që të themi të na parkoje këtu. Ja, ka me që komën nga gazi, s'po prek gjo fare. Me frikë kam këto, është I bo vetë kreda. Shive. Ja, u parku vetë. Tu I shef gjitha I lajdari, dallot gjitha që ka rreth e qark vetes. Kur është kamion, kur është njëri, çdo gjë. Komplet panoramike, lart. Mikrofiber këtu lart, më duket tamam Alcantara si që përdor, po prap cilësor është. Super interior, super interior.
Ja, për shembull, ka ardhur në shtëpi, edhe s'do mu vonu me parku, e ço auto valet parking, merr gjonat që ke me vete, thot take your belongings, ja po mor telefonin tim unë, mbyll makinën, edhe tash I fillon vet. S'ka njëri mrena, është bosh, pa shofer, pa asgjë. Se I kena thonë që ta gjeje vet parkimin. Me dash që a gjeje dhe ti ja përcakto, po se I kena thonë me gjetë vet. Inshallah s'po ik. Mos për ngatrojmë nere. Opa, që të nga shtyp macën. E parkoj vetë, myllet, ti ndërkohë ke ik në shtëpi, s'ke hum kohë. Ja ku ka arrit teknologjia. Edhe me aplikacione bo që të dale vetë, I thut vjetë të more. Të merë makina vetë, ku t'jesh. Fjalla e funit e teknologjisë. Kjo është ardhmja. Që I shifshim në për filma, ose këto koncepte që dhe në makinat në të ardhmen, ja, makinat në të ardhmen, këto janë. Edhe mrapa është, tamam si këto A8, A-serit, 7C, atë gjitha këto të luksit, normalisht që klimën e ka individuale, po ke se dilet me masazh dhe mrapa, e pam edhe para që I ka, po I ke edhe mrapa, po I ke edhe me lëvizje. Pasagjeri të lëviz dhe këtu, po e lëviz dhe këtu. Kontrollon ambient lightin e makinës, e ndron ngjyrën si dush, kontrollon muzikën, kontrollon qatë dush ti këtu, I ke gjitha gjonat për të kontrollu. Edhe to bokset dhe në audio, shumë luksoze. E hape mbyll nga këtu, ja. Edhe me masazh të dyja mrapa. Ta testojmë byt handlën me 1100 kuaj. Ta shohim si dhe jetë në performancë. Kena dhe dragin me vete, dhe shohim se sa hec. Shpejtësinë se dallo hiç. Sa e shpejt është. Ky lajdar I lartë fillo bozhurën pastaj. O kameraman, si do duk? Raket. Raket. Shumë e shpejt. Shumë e shpejt. Pikë 59 prapë. Pse se bo më shpejt kjo më dhe? Më treme. Po, treme. Që 270 ca është këj. Abi dhe krauna I tibja, ni? Treme dhe. Era frena. Kjo do frena e qeramika plak. Si vjera frenave. E shpejt, a? Shumë. Më e shpejt se gjitha që kena provu dhe tash. Më shpejt se gjitha, me kaq. Shumë. Po. Me këto gomat I kam pak frik. Më duken si t'holla, po. Sa I ikën. Në 76, se të mo. E ka me limit elektronik rëzi. Të kinest kanë arrit shumë lartë. Nuk ka makinë europiane, është me shpejt se Taycani se të gjitha. Kjo Tesla Model S Plaid dhe jetë këto nivele, është pak më shpejt se kena testu më fakt, kena bo I këshu. Dhe bëjmë review edhe atë. është pak më shpejt ajo, po bosh për këtë çmim që është kjo s'ka rival. 1100 ku e fuqi mo, Bugatti Veyron Super Sport, jo I Veyroni I thjesht. Qerek milen më shpejt se Chironi. Thesa që nga mirë, po pse s'ma ma mu I qikë se si kam besim këtyne fort. Po, tu hec, ka mirë, është stabil edhe në kthesa. Edhe I kuptoj edhe njerës sepse I moren, ja. Ka qonë pilot automatik. Ja. Hecën vetë. Kur dalë në joni që është të fernu para, fernu. Me dash me rrit shpejtësinë, rrit me ndru korsi. Ja të rego me sinjal edhe ndro vetë. Ja. A shef.
Me dash me dalë ke kursia tjetër, ja tregon me sinjal, ndro vejet, ja. S'po prek asnjë gjë. Perfekt. Nuk i lenë në Europë se s'kan akoma projekt ligj ato për me qenë komplet autonome makinat, po kjo është komplet autonome, është aftë me hec komplet vetë, pa e prek fare me dash. Me na lu në mënyrë të sigurt vetë, mos s'ka nevojë kjo për asnjë gjë, asnjë lloj inputi. Po për siguri thot mi vu duhet pas ca kohësh. Ne kena falltin në Shqipëri që i kena pa dogan të makinat elektrike me 0 km, edhe për ne ja vle shumë për t'i morë. Këto ja vle edhe jashtë në përbot që kanë me dogan, po në përbot, në Europë, në Amerikë, nuk është se thjesht që kanë me dogan, kanë edhe tarifa shtesë si për doganës. Jo i lloj si firmat e tjera, se sfidojnë do të Kinën, nuk e bot do të asi kompani europiane i makinë me këtë lloj performance, me këtë lloj çmimi. Kjo ka bë $50,000, €50,000. S'blen dot në Europë këtë lloj çmimi, as si lloj makine me këtë lloj performance. Nivel komplet nivel tjetër. Ta kanë bë 3 fishin e kësaj edhe është me nga dalë. Interiori shumë cilësor, kudo që prek është material i mirë, ja thot hold the steering wheel, mas disa sekondash, që ta konfirmoje që jenë makinë. Dushë pa e të zvede. Kjo ka edhe këtë, ka këtë sistemin që arrova jemi në dashi që e ka si Taycani që është përnda fuqinë ku duhet, të se cila gomë. Edhe duket sikur po e shef të vujt për grip, për fërkim, si avion. $100, 200, 5.33, 0-100, 3.32. Shtonë edhe do t'ishte pak më shpejt kjo. Ka të modën për drag, se unë zdi me aktivizu, ma atë në është pak më shpejt në start. Po në fakt, to edhe kur afik kondicionerin e këto gjonat bëhen më të shpejta, se nga bateria marrin ato të gjitha. Raket është. Edhe nesa kena bo M5-ën, bo M5-ën e rej para kësaj. Si duket krahasu me atë M5-ën? A? Nivelet ndryshme, shumë e shpejt. Tjep adrenalin. Duhet me provu atë, Xiaomi Su7-ën tashise. Ajo është më e shpejt akoma. Sa kanë hec Kina, Allah, sa ka hec Kina. Për sa interior të bukur ka, sa... Se nga jashtë, se më pëlqe shumë për pamje, po nga mrena më pëlqe. Nga mrena është e mirë, shumë e mirë. Janë po opcion shumë tërheqës të makinat elektrike, edhe ka shumë në rrugë, shef shumë, ja, Byd është dhe kjo, që janë të si laja, se amaj me në modelet. Në roller race për shembull kësaj, pak makina i dalin, që më e shpejt se gjitha. Qa ka bo kinezi? Nëse kishim drag mode, tash që është në drag mode, me hec ver rypin edhe kontrollo makinën, tash i ka për 2.7 sekonda edhe pak më shpejt najherë. Ne kishim vetëm sport, jo drag mode. Në drag mode si kjo, është më shpejt, i kap tamam për 2.7 sekonda. S'qam të dalë me provu mo, po shumë e shpejt. Super performance për këtë lloj makine. Nuk e di, se qa kanë bo këto kinest, janë shumë lartë. Si mungo asnjë lloj gjoje, i ka gjitha opsionet, me masazh, me gjitha. Super makinë, këtë frigoriferin këtu në mes, shumë praktik. Ambient lighting, këtë dizajnin mrena. Tash, nga jashtë nuk jam fan si mod, po nga mrena, shumë e mirë, shumë cilësore. Prodhuesit evropian duhet mësojnë nga kinest, që e kanë kalu, janë shumë lartë. Të makinat elektrike janë super lartë. Dhe gabimi i këtyre europianëve që i kanë push politikat për me bo sa më shumë makina elektrike, që është i fush që janë më mrapa Kinës, janë shumë më të marum, edhe kur s'kanë për t'i mund. Në vend që të kishin shty makinat me motor me djegje të brendshme, ku kanë nga 100 vite histori që i prodhojnë edhe Kina si mund dot aty. Nuk bot dot Kina V12-ën si që bo Ferrari, po Ferrari shko bo makina elektrike. Benzi shko bo makina elektrike, kur kanë 100 vjet që bën motorë me djegje të brendshme që s'din më mirë se ato mi bo si tjetër, shkojnë
futen te bateritë ku Kina i myt fare, nuk krahasohen fare. Është edhe Wang Yang që ka e byti tjetër me 2000 ca kuaj, llogarit si është ai. Ku do e kapësh ato? Si s'ke do të çaj bë. Po, bë motorën me djegët benchmark, W16 Bugatti. Atë hec me ato. V6, qa do le, po jo elektrike të myt kinezi. Për çmimin, se di shumë makinë mirë. Qa mund të morësh më të shpejt me këtë çmim, s'besoj se kene opsion më të shpejt. Për praktike, për komode, rehatshme, gjitha opsionet perfekt është. E shpejt, super e shpejt, më të shpejt se kaq s'ke që do kameramanit tim për vinte me vjell, u zverdh fare i shkreti shumë shpejt. Edhe top speed në fakt, te kjo drag mode ka 310, pa atë 276 na lonte sejtë mo. Mbetet për të provu edhe, po na dha mundësi, edhe nëse provojmë do ta Xiaomi Su 7-ën, atë të shpejtin fare, edhe t'i krahasojmë. Po përshtypjet ishin shumë mira. Shumë lart Kina për makina elektrike. Thoni komentet e juaja, ç'a mendoni për të ardhmen për këto makinat elektrike, ç'a mendoni për këtë specifikisht? Shpresoj të ketë pëlqyer video, bëni subscribe në YouTube, në Instagram, TikTok, edhe në Facebook tash. Shkarkoni aplikacionin Alcars ku mund të shisni edhe të blini makinën që doni. Shpresoj të ketë pëlqyer video. Ecni me kujdes në rrugë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.